Mirëmëngjes i nderuar. Po provojmë edhe videon, pra cili është problemi konkretisht? Kjo është një pjesë, është veç një pjesë e katrahurës, cilën komuna kur nuk ardhë as me këshyr, as me ndërtu, as me shtru spakve le me zhavar. Do me thonë kjo lidhet me rrugën Due për Leshit dhe ka lënë në fund atje, ka lënë rrugën C, lidhet me rrugën C. Rruga është gjysmë me kocka, do me thonë, dhe krejt është me lëq edhe me nuk ka hiqë, nuk është shtru me as pak. Edhe kjo është në Prishtinë. Do me thonë, kjo mund është me marrë me men. A kanë qenë me pa, indëruma, kanë qenë me pa të pak të na, keni kontaktu me zyrtarët, çfarë përgjigje kanë? Ka pas reportazhet ma hershme shumë për këtë rrugë, u përflit shumë, edhe kërkush as nuk ka ardhë, as nuk ka këshyrë se çka me pa me këtë rrugë, është merë, do me thonë është merë, ka gropa që as në Afrikë nuk pa kësi rrugë, që edhe vetë kam qenë, do me thonë Afrikë, nuk ka kësi rrugë, nuk besoj që ka dikon në Kosovë kësi rrugë, e këtë gjendje, do me thonë Prishtinë, mund është me marrë me men. Që sa ku është kjo gjendje rrugës? Që unë do me thonë këtë banesën ku banej këto, jam që 3 vite, do me thonë që 3 vite kënë mjerim, edhe ka qenë sigurisht edhe ma heret, pasi që kam jetu pak një lagje ma tutje, kjo do me thonë është mjerim. Po shihen aty ndërtime i nderuar, çka po ndërtohet aty? Ato banesat, ato sigurisht ato janë përfundim e sipër, por rruga do me thonë nuk është shtrume që 3 vite. Do me thonë që 3 vite unë jam këto, kjo është spaku, spaku të kish intervenu komuna me shtru me zhavar, spaku me zhavar, po krejt është lëq, tash mund është me pa, kjo është veç një pjesë e katrahurës që ndodhet në Prishtinë, veç një pjesë. Pjesa tjetër lidhet me rrugën Due për Leshi, e cila është e shtrume me kocka. Do me thonë gjysa rrugës është me kocka dhe gjysa është e lanë, anash është e lanë që i bjen mas banesave tregtis, lidhet edhe dhe në rrugën C. Po, këtë videon e keni baju prej banesës, pra? Po, bashkë prej banesës, do me thonë prej banesës e kom bërë një video, po për ndryshe me shdry poshtë dhe me shku deri në rrugë që shihet, nuk besoj që dikush nëse shë videon që kjo rrugë ndodhet në Prishtinë. Do me thonë nuk mund është me besu që ndodhet në Prishtinë. Po, e këto kubzat, sepse po shihen aty kubza... Jo, ato janë pjesë ndërtimeve. Po, ato janë banesa, nuk janë, do me thonë, të komunës, as nuk është të rrugës, ato janë banesave, ndërtuzve. Sa i përket rrugës, në rrugë është fare e pa reguluar. Exakt. A qarkullojnë, a kemi qarkullim shpesh veturave ndezit? Po, sekret banesat janë banume. Do me thonë, tash mund është me marrë me men, nëse një njeri ka një fëmije që në qerdhe ose diçka ose në shkollë, do me thonë çdo ditë ka 3 herë ose 4 herë me automjet do të me se për ndryshe kur vjen shi është merë me do me thonë me udhtu në kam, në ato nëse me ecë në kam. Pra kur vjen shi bëhet edhe ma problem. Po, mos të folim, do me thonë s'po folim heq. Po. Dhe çfarë përgjigje kanë, zëri vetë në pyetje, çfarë përgjigje po japin nga komuna për këtë gjendje? Jo. Kur nuk ka asnjë përgjigje, as nuk u dal kërkosh me këshyr, do me thonë nuk di qysh na, si qytetar paguajmë tatim, edhe tatim të përonës, edhe tatim të rrugës, edhe mos me kanë gjendje dikush prej komunës, ose kryetari, se kryetari i komunës nuk është presidenti Amerikës apo çapo diun me ardh, edhe veç me pa se qysh ndodhet kjo rrugë, në çfarë gjendje është, edhe çfarë mundësie ka për me mujt me bë diçka. Spaku derisa të shtrohet që na mos me psu në këtë rrugë, edhe fëmijat tonë. Po, zotëri falenderoj shumë për thirrjen, ne do t'i kontaktojmë